U rikthyer në studio dashur për të vazhduar bisedën me Shpëtim Mustafan, i cili na vjen sot në cilësinë e ideatorit dhe formuesit të themi të oktetit vokal, oktetit profesionist vokal, okteti Harmonia. Përshëndetje Shpëtim, shumë kënaqësi të kem sot në studio. Përshëndetje dhe faleminderit për ftesën. Atëherë e shpjegojmë pak për gjithë që po na ndjekin së pari se ç'është okteti edhe vazhdojmë tutja. Okteti është një formacion më i vogël se kori, i përbërë prej 8 këngëtarësh nga zëra të ndryshëm, 2 soprano, 2 alto, 2 tenor dhe 2 bas, dhe është një ansambël vokal më i vogël se kori, domethënë, po që funksionon në mënyrë të ngjashme me korin. Duke qenë ideator, po ashtu edhe krijues le të themi këtij okteti, si nisi gjithçka dhe pse e nisi pikërisht tani këtë oktet? Këtë ide kam pas tash shumë kohë, sepse vetë më pëlqen shumë këndimi koral dhe jam antar i shumë korëve të ndryshme, qysh prej kur kam fillu shkollimin në shkollën e mesme të muzikës, pastaj në fakultet, dhe e kam pas dëshirë shumë të madhe me formu një ansambël me cilin do të kishim mund me interpretu vepra shqip. Dhe kjo ka qenë ideja, dhe tash pas shumë kohe arritëm ta realizojmë bashkë me kolegët pa të cilët nuk do t'ishte mundur ky projekt. Kë i kemi momentalisht si përbërje e oktetit? Flasim për 8 zëra, apo jo? Shpjegojmë pak përbërjen dhe po ashtu edhe vetë kolektiv. Fjolla Reqica është soprano, violiniste me profesion, por që është edhe këngëtare, gjithashtu edhe Hana Palloshi, violiniste, por këngëtare me përvojë në këndimin koral, Alba Zeqiri, gjithashtu violiniste, Ariana Jashari është një pedagoge e muzikës nga Kumanova, edhe me atë kemi këndu shumë gjatë në përkore të ndryshme, si kolegë gjatë studimeve në Fakultetin e Muzikës, Ismet Veyseli, tenori i njohur shqiptar nga Maqedonia, Shinasi Ramadani, edhe një tenor i mrekullueshëm, Arber Curi është bas dhe unë jam bas. Më thënë kemi 2 sopranë, 2 alto, 2 tenora dhe 2 basa. Nga gjitha zërat nga 2, po. Nga gjitha zërat nga 2. Thej që repertuarit paktën ideja është të këndohen këngë shqip, apo jo? Po. Do vazhdohet me këtë plan, apo... Po, patjetër. Do kemi edhe ndonjë përzierje, qoftë zhanresh apo qoftë të gjuhësh? Koncentrimi kryesor do t'jetë te muzika shqipe. Nuk e përjashtoj mundësinë që në raste të caktuara ku kërkohet muzikë internacionale, pse jo, por theksin do ta kemi vëmendjen tek muzika shqipe. Edhe ky koncerti i parë që e patëm, me datë 29 tetor në Kumanov, ka qenë programi gjithë nga muzika këngë të përzgjedhura nga muzika jonë popullore shqipe. U mbajt në Kumanov, ishte pikërisht sepse ju vetë jeni nga Kumanova, apo pa më të arsyeshme që të mbajet? Po, sepse jemi nga Kumanova dhe për arsyeën se tash e disa vite kemi një publik të rregullt që i ndjekin gjitha koncertet e muzikës klasike dhe kemi menduar se është shumë e mirë, po kemi pas mysafirat natë edhe nga qytete tjera që kanë ardhur special. Gjë që mendoj shumë e mirë që kemi pasur një koncert të tillë në Kumanov, sepse shumica e koncerteve klasike fokusohen në Shkup, në kryeqytet dhe nganjëherë edhe në Tetov, por shumicën e kemi këtu. Po edhe në Kumanov nuk është se thash bashkë me kolegët, tash jemi disa kolegë që kemi përfundu studimet e muzikës dhe kemi projekte që përkrahen nga komuna, nga Ministria e Kulturës, disa dhe privat vetë që organizojmë me ndihmën e sponsorëve e tjerë dhe sidomos këtë vit Kumanova ka qenë mjaft aktive në muzikën klasike. Për punimin e këngëve, për këtë koncert që u mbaj, po dhe në përgjithësi kush e merr përsipër? Për këtë koncert e kam marrë unë si ideator, po edhe pse më shkon pak si profesion. Kam bërë aranzhmane edhe për tjerë kolegë më herët, dhe unë kam qenë më me përvojë kështu në këtë aspekt, dhe gati gjitha veprat i kam aranzhu unë për oktet vokal, që ka qenë mjaft punë e vështirë, dhe 2 vepra janë nga profesori Ylber Aslanaj nga Kosova, cilin e përshëndesim, dhe ideja është që të vazhdojmë edhe më shumë ta pasurojmë repertuarin. Unë kam plan të vazhdoj të aranzhoj këngë tjera, që të kemi sa më shumë repertuar për koncertet në vazhdim, të kemi mundësi të ndryshojmë këngët, mos tjetë reprize një.
Koncerti zgjati për rreth 40 minuta, 50 minuta ashtu. 40 e diçka minuta, po. Si u bë përgjedhja e repertuar dhe cilat këngë dëgjuam në këtë koncert të parë? Le të themi që ishte lloj promovimi i vet Oktetit apo jo? Po. Ishte debutimi i parë i Oktetit. Kënga e parë ka qenë Por si fleta e Ellit Zotit quhet, me tekst të Gjergj Fishtës dhe muzikë të Lec Kurtit, e cila ka qenë edhe himni i parë i Shqipërisë së pavarur, prej 1913 deri në 1920, nëse nuk gaboj. Pastaj është ndru himni dhe është ky që e kemi sot. Me atë kemi hap, ideja ka qenë që të jetë hapje më solemne kështu. Pastaj kemi vazhdu me këngën Dashnor Tubana, të cilën e kemi interpretu vetëm zërat e meshkujve. Pastaj me aranzhman të Ylber Aslanajt, mos harroj. E treta ka qenë Me Lule të Bukura, një këngë shkodrane, gjithashtu e aranzhuar nga profesori Ylber Aslanaj. Një këngë arbreshe është Oj More, Oj Arbëri, Baresha, kënga e Bilbilit, kënga e Jusuf Gërvallës, Kur më vjen burri nga stani, dhe në fund ka qenë Lulzoj Fusha, këngë folklorike, që e kemi përpunu për Oktet në këtë rast. Më thënë një shumë llojshmëri e këngëve ofruar publikut atë natë. Këngët i kam përzgjedh unë dhe ka qenë mjaft e vështirë sepse fatmirësisht kemi një muzikë shumë të pasur dhe dilema ka qenë nga shumë këngë të mira cilat me zgjedh. Jem mundu me përfshi nga të gjitha zonat edhe stile paka shumë të ndryshme, mos janë të gjitha të njëjta. Pra, kur themi muzikë shqipe, paka shumë çfarë rrymash apo stilesh nga muzika popullore. Nga muzika popullore dhe ajo e lehtë, besoj. Po përgjithsisht nga ajo popullore. Sidomos këtë Lulzoj Fusha ka qenë kënga e cila është duar trogit më shumë atë natë, sepse trajton një temë shumë tragjike dhe ka një tekst mjaft të prekshëm. Dhe mundësia e kësaj këngë që më ka dhënë gjatë aranzhmanit, ka një harmoni në kuptimin e muzikës, ka një mundësi ku mundesh me përdor akorde shumë të ndryshme, progresione të ndryshme harmonike, të cilat japin emocion të publiku, dhe atë natë në fund të koncertit, kjo ka qenë kënga e fundit, ka pas shumë njerëz në publik të cilat me lote kanë përfundu koncertin, kanë qajtë shumë nga emocionet në publik. Dhe ka qenë një moment mjaft që do ta mojmë mend shumë të kohë. Besoj për juve si instrumentist, si muzikanta, në përgjithësi një moment shumë emocionues edhe vete dhe një farë shpërblimin e ta themi kur e shihni. Po, definitivisht. Duar trokitjet dhe po ashtu ato emocionet të përcjellura tek publiku. Po. Meqense përmendëm, besoj njëra nga këngët që thatë ishte edhe Baresha, do e ndëgjojmë edhe do rikthehemi sërish në studio për ta komentuar, jo vetëm atë, por dhe stilin që këndoni në përgjithësi edhe shumë gjëra të tjera mbi Oktetin. Me kënaqësi. Krishna
Dëgjuam Bareshën, aq bukur e kënduar dhe sjellur nga okteti Harmonia. Sa ishte e vështirë të përpunojë Baresha, një kryevepër e muzikës shqipe? Mjaft e vështirë, duke pas parasysh se është e vështirë të aranzhosh për formacion koral, po përveç asaj e kam pas edhe atë përgjegjësinë tjetër që çfarë këngë kam marrë me përpunu, nuk guxon me prish. Dhe përbesoj që ka dalë mirë. Dhe është një ndër këngët që tash që u kry koncertin, kur i dëgjoj incizimet, më pëlqen, mund me thënë lirisht ma shumë prej gjithave. Publiku si e priti? Shumë mirë, edhe kjo ka qenë një ndër këngët që është duar trokit mas shumë të prej publikut. Dua di pak edhe mbi përzgjedhjen e kolegëve apo antarëve të oktetit, si është bërë përzgjedhja? Përzgjedhja, unë pak a shumë vetë që kam pas planin kështu në mendje, thash shumë kohë ma heret prej kur e kam pas si ide, përzgjedhja ka qenë mjaft e lehtë sepse këta janë këngëtar aktiv që këndojnë nëpër kore të ndryshme, qoftë private, qoftë këta që janë nëpër institucione të punësuar si korist, dhe përzgjedhja ka ardhur ashtu natyrshëm sepse njihemi ne që këndojmë nëpër kore profesionale jemi në gishta këtu në Maqedoni dhe ka qenë mjaft e lehtë, gjithë jemi kolegë, shok. Edhe jemi njohur bashkëpunimi në mënyrë harmonike, le të themi, me njëri tjetrin. Jemi ne veç kemi këndu bashk nëpër kore të ndryshme, kështu që bashkëpunimi ka rrjedh shumë natyrshëm, kemi njohur zonat, ngjyrat njëri tjetrit, balansi ka ardhur shumë shpejt. Dua di pak mbi mbështetjen. Komuniteti artistik zakonisht heq pak te kjo pjesa, si qëndrojmë me mbështetjen? Koncertin e parë, ky që e mbajtëm në Kumanov, është përkrahur nga Ministria e Kulturës. Ka qenë projekt me cilin unë kam apliku si person fizik. Dhe ideja ka qenë që ta dëshmojmë se mundemi shqiptarët e Maqedonisë ta formojmë një ansambël vokal profesional të këtij niveli dhe tash i mbetet politikës, njerëzve që janë përgjegjës aty ku merren vendimet nëpër institucione, të shfaqin interesim ose përkrahje për këtë ansambël. Ne jemi të gatshëm për çdo lloj bashkëpunimi dhe presim që do të na përkrajnë. Është i vetmi oktet për momentin aktiv apo kemi edhe të tjerë? Shqiptar, me sa e di unë, është i vetmi oktet. Po okteti është si formë rrallë, nuk është e zakonshme për formacionin e këndimit koral. Ose ka oktete, po janë vetëm zërat të meshkujve ose vetëm zërat të femrave. Po jo të përzirë. Të gjitha zërat, me sa e di unë, shumë rrallë ka. Do flasim pak dhe mbi stilin, apo jo, sepse nuk është një stil që hasim shpesh të paktën. Bëhet fjalë për stilin a cappella, apo jo? Do më thënë shoqërimin e instrumentave. Shpjegojmë pak më në detaje se çfarë dhe si është si stil. Stili a cappella, për ata që nuk e dinë, është kur këndohet vetëm me zëra të njerëzve, pa përcjellje instrumentale, që është mjaft e vështirë për dallim kur ke përcjellje instrumentale, sepse nga instrumenti bazohesh, e merr intonacionin dhe instrumenti ta mban intonacionin non-stop gjatë përcjelljes. Dhe këtu, kur nuk ka, kur këndon a cappella, është mjaft e vështirë, intonimi, mbajtja konstante dhe akordimi midis zërave të ndryshëm, jo vetëm intonacioni. Në çdo aspekt është shumë e vështirë dhe shumë është përgjegjësi më e madhe kur këndohet a cappella, por që ja kemi arrit mjaft mirë t'ja dalim. Dhe sigurisht që në vazhdim edhe do të perfeksionohet edhe më shumë.
ky formacion. Do kemi rast kur do jemi në shoqërimin e ndonjë instrumenti apo mendon ta ruash si stil? Mendojmë ta ruajmë si formacion kështu, sepse është më i veçantë. Ashtu më atraktiv. Po në ndonjë rast të veçantë ndoshta kur do të ketë nevojë, nuk e përjashtojmë mundësinë, po ideja është që të funksionojë kështu vetëm si oktet. Dhe besoj dhe po ashtu edhe anëtarët e tjerë kanë qenë të hapur qoftë ndaj ftesës apo edhe eksperimentimit me stilin dhe po ashtu edhe me këngët. Të gjithë kanë prit me shumë entuziazëm, sepse thash kjo ndodh rrallë tek ne. Edhe provat nuk kemi ndje fare lodhje gjatë provave, ka qenë një energji shumë e mirë. Më shumë ka qenë argëtim se sa lodhje. Edhe veprat shumica na kanë pëlqyer gjithëve. Edhe ka rrjedh shumë mirë. Një gjë tjetër që na bëri përshtypje edhe ma tha faktikisht që sapo ndiqnim mbareshën, ishte edhe fakti që keni performuar pa dirigjent apo jo? Po. Duhet ta kemi zakonisht një dirigjent që na udhëheq? Zakonisht duhet. Po për shkak të mungesës financiare, kemi pas mungesë sasi të limitume të financave, jemi detyruar që ta realizojmë kështu pa dirigjent. Unë kam luajtur rolin e dirigjentit, ka qenë një improvizim, kam dhënë shenja gjatë fillimeve dhe pikave kritike, për shembull ku ka pas ndryshime të metrit ritmik për gjatë veprës, ose ngadalësime ose shpejtime në raste të caktuara, ato shenjat kryesore i kam dhënë unë, dhe kolegët me mjaft përpikmëri i kanë përcjell, koncentrimi ka qenë maksimum, dhe ka funksionuar. Nuk e erdhi vështirë, po. Kur e ke parë besoj incizimet apo xhirimet të gjitha këngëve që prezantuat, gjithçka ka shkuar në rregull, edhe në mungesë të dirigjentit. Do e kemi sidoqoftë tutje një dirigjent apo kur do të kemi mundësi, pse jo? Do kishte qenë shumë mirë, po tash për momentin nuk kemi. Kurse si mbështetje pak, le të themi nga shoqëria, nga familjet, nga rrethi, e ndjejmë një shtys. Se anën financiare e kuptojmë, po besoj edhe kjo shtysa tjetër është më rëndësi. Po. Ne e kemi pas përkrahje maksimale nga shoqëria, nga familjet tona, sepse nuk është e lehtë. Provat për këtë koncert ka pas raste kur kemi mbajt prova në mëngjes, për shkak se nuk na janë përshtat oraret. Gjithë anëtarët janë të angazhuar, qoftë me projekte private, qoftë nëpër puna shtetërore. Dhe ka qenë shumë e vështirë 8 persona me i organizu me një termin ku gjithë do t'jenë të lirë. Ka pas raste ku kemi ushtru prej orës 10 deri në 12 të natës. Ka pas ditë ku i vetmi orar që na u ka përshtat ka qenë ora 9 deri në 11 ditës. Edhe të këndosh aq herët nuk është e lehtë, është shumë e vështirë. Por që jemi detyruar dhe kështu kemi funksionuar. Po përkrahja edhe nga shoqëria nuk ka mungu. Kemi pas ndihmë edhe nga institucionet ndryshme që na kanë lënë me shfrytëzu hapësirat ku i kemi mbajt provat, kanë tregu mirë kuptim kur është dashur me lëshu punën dikush prej anëtarëve pak më herët, dhe përkrahja nuk është se ka mungu. Dhe vetë, siç duket, entuziazmi edhe është pa në koncert, kur njerëzit publika ka pas dhe në këmbë apo jo? Po. Salla është stërmbushur, besoj ka t'i kaluar ndoshta edhe pritshmëritë. Po, nuk e kemi prit që do të ketë aq shumë publik, dhe salla aty ku e kemi mbajt në foaje, tek shtëpia e kulturës në Kumanov, ka qenë ulset kanë qenë përplot, dhe përveç ulseve ka pas njerëz që kanë ardhur, në momentin që nuk ka pas më ulse, kanë qëndruar në kam. Ka qenë numri shumë i madh i njerëzve që kanë qëndruar në kam, edhe kanë qëndruar deri në fund të koncertit. Dhe kjo është një gjë që flet shumë. Besoj. E keni mbajtur vëmendjen e tyre dhe kanë parë që vlen të qëndrohet deri në fund. Po edhe mendoj se është edhe mungesa e eventeve të kësaj natyre tek ne. Që njerëzit janë të etur për diçka e tillë të ndodh, po. Edhe komentet nga të gjithë të pranishmit nga publika kanë qenë që të vazhdojmë mos ndalet me kaq, sepse njerëzit kanë nevojë. Muzika është ushqimi i shpirtit. Sigurisht, është çlodhje, është energji pozitive, është përjetim. Po. Atëherë, shpëtim Oktetit debutoi me koncertin e parë në Kumanov, çfarë e pret tutja? Tutje, shpresojmë që koncertin e njëjtë fillimisht ta dërgojmë nëpër qytete tjera. Tash me 22 nëntor do të jemi në Preshev,
në Shtëpinë e Kulturës në Preshevë për ditën e alfabetit dhe në vazhdim do të shohim bashkëpunimet me persona nga qytetet ndryshme dhe ideja është kjo që të vazhdojmë dhe të përpunojmë këngë tjera, të pasurojmë repertoarin dhe mos ndalemi. Unë uroj sa më shumë suksese dhe uroj që ritakohemi sërish për të tjera evente dhe po ashtu prezantime të Oktetit dhe të falenderoj shumë që gjete sot kohë dhe mundësi t'jesh me ne, vërtet kënaqësi që të kisha këtu. Faleminderit juve për mundësinë dhe për përkrahjen që i bëni kulturës, ishte kënaqësi të jem ju. Unë ju përshëndes për sot, por gjithsesi nuk do ju lë, le të themi, me një përshëndetje të thjeshtë, do ndëgjojmë përsëri Oktetin Harmonia me këngën e Bylbylit. Dhe me kaq ju përshëndes dhe ju them mirëpafshim deri të mërkurën në të njëjtën orë.